I nderuar fërtëmturia juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Im Zot Johani, të nderuar hierark dhe klerik, të nderuar prindër, mësues, të ftuar miq dhe të dashur maturant. Jemi thellësisht të nderuar dhe të gëzuar që ju kemi sot mes nesh në një ditë kaq të veçantë. Unë jam Ana Dede. Dhe unë jam Kristi Topanxha. Sot kemi nderin të jemi zëri brezit 2025-2026 të gjimnazit protagonistët në këtë ceremoni diplomimi. Kjo mbrëmje është një çast feste, mirënjohje dhe krenarie, ku së bashku kremtojmë përfundimin e një etape të rëndësishme dhe fillimin e një rruge të re për secilin maturant. Sonte do të kujtojmë çaste që kanë shënuar vitet tona shkollore. Do të falenderojmë ata që na kanë qëndruar pranë në çdo sfidë dhe çdo sukses. Dhe do të shprehim mirënjohje për të gjithë ata që kanë lënë gjumë të veçantë në jetën tonë. Por, përpara se të nisim programin e kësaj ceremonie, dëshirojmë të ndalemi në një moment të veçantë nderimi dhe kujtese për kryepiskopin Endier Anastas, themeluesin dhe frymëzuesin e veprës arsimore që na bashkon dhe sot. Në këtë çast kujtese, dëshirojmë të sjellim ndërmend edhe një nga porositë e vyera që kryepiskopi Anastas u drejtonte të rinjve. Edhe nëse një ditë rrugët e studimeve ju çojnë larg, mos harroni familjen tuaj, mos harroni vendin tuaj, mos harroni si përkrisni këtij vendi, dhe se keni përgjegjësi të ofroni për të jeni protagonist të një shoqërie të re. Ne nuk duam vetëm nxënës të mirë, duam të rinj që të jenë protagonist të një shoqërie që përballet me sfida. Kujdesuni të bëni njerëz të dashurisë, me frymë dashurie kudo që të shkoni. Pas këtij momenti përkujtimor, vjojmë programin e ceremonisë së diplomimit të maturës 2026. Kemi kënaqësinë të ftojmë zonjën Adriana Nika, mësuese matematikës dhe një nga mësuese më me përvojë të stafit ton pedagogjik. Ajo do të ndajë me ne një fjalë përshëndetse, si zëri për kushtimit, kujdesit dhe shpirtit të shkollës sonë, që ka lënë gjurmë në breza të tërë nxënësish. I nderuar fort lumturia e tij, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Johani. Të nderuar klerik dhe drejtuesi i Fondacionit Fryma e Dashurisë. Të nderuar prindër dhe të ftuar. Të nderuar koleg. Kam nderin dhe emocionin e veçantë si mësuese matematikës dhe mësuese kujdestare e këtij brezi në emër të gjimnazit protagonistët të hap ceremoninë e diplomimit të maturës 2026. Të dashur maturant, dita e sotme është një ditë e shënuar dhe do të mbetet në kujtesën tuaj, jo thjesht se do të pajiseni me një certifikat, por sepse duke lënë pas adoleshencën, mbyllni një kapitull të jetës suaj dhe hapni një tjetër. Si të rritur tashmë, do të jeni më të pavarur, por do të keni përgjegjësi më të mëdha. Nga nesër ju pret një sfidë e re. Jam e bindur se do ta përballoni më së miri, ashtu si ja dolët me sukses të mbaroni këtë cikël shkollor. Ju përgëzoj për këtë. Kjo ditë është ditë e shënuar plot emocione dhe për ne, stafin pedagogjik të shkollës protagonistët. Bashk kemi ndarë përpjekjet, vështirësitë, sukseset. I falenderojmë një nga një të gjithë mësuesit, me në krye drejtoreshën Ilda Gjino, që me durim dhe me punën e tyre të palodhur, çdo vit kanë ndarë me ju dijet, përvojën dhe përkushtimin. Shkolla protagonistët, me këtë staf të kualifikuar, në bashkëpunim të ngushtë me prindrit, është kthyer tashmë në një vatër dijesh dhe edukimi, duke kontribuar në arritjen e rezultateve të larta akademike dhe në zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve. Nëpërmjet programit Protagonist Clubs, nxënësit kanë mundësi të zhvillojnë talentet e tyre,
Lidhja alumni dhe revista vjetore forcojnë lidhjet mes gjithë brezave të nxënësve që kanë studiuar në këtë shkollë, duke krijuar një komunitet të qëndrueshëm dhe mbështetës të saj. Gjimnazi ynë është një nga institucionet e familjes së madhe që quhet Fondacioni Fryma e Dashurisë, të themeluar nga kryepeshkopi Indier Anastasi në vitin shkollor 2012-2013, punën e të cilit e vazhdon denjësisht fortlumturia e tij Joani. Gjej rastin ta uroj personalisht. Fortlumturi, qofshi për herë i denj. Falenderoj gjithashtu drejtorin e fondacionit, zotin Andi Rëmbeci, dhe drejtuesit e Kolegjit Universitar Logos, që na kanë qëndruar pranë dhe kanë qenë gjithmonë të gatshëm për të na ndihmuar, duke na e bërë më të lehtë zhvillimin e procesit mësimor dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme. Ju falenderoj të gjithëve maturant, në veçanti ata që kanë pasur në kujdestari, që me personalitetin, temperamentin, karakterin tuaj të veçantë na bët pjesë të jetës suaj. Ishit të gjithë të mrekullueshëm, edhe ata që na kanë bërë ndonjëherë të ngrem zëri. Sigurisht që do na mungoni. Përgëzoj prindrit tuaj që kanë rritur dhe edukuar fëmijë të tillë. Duke ju uruar suksese të mëtejshme, do ju këshilloja. Ndiqni ëndrrën tuaj, besoni në ta, punoni fort, luftoni fort që ta bëni realitet. Bëuni në radhë të parë njerëz të mirë, pastaj specialistë të mirë. Me siguri që në të ardhmen si ata zogjt shtektar, do të hapni krahët dhe do të fluturoni në universitete të ndryshme, profesione të ndryshme, në vende të ndryshme. Por, do të mbyllja me një këshill të ngjashme, me porosin që kryepeshkopi Anastasi i dha 3 vjet më parë këtu, në këtë sallë, maturës 2023. Kudo që të shkoni, kudo që të jetoni, mos harroni prindrit tuaj, familjen tuaj, që ju mbështetën kaq shumë. Mos harroni që dolët nga bangat e kësaj shkolle, ku u edukuat, u formuat si njerëz. Mos harroni vendin tuaj, të cilit i takoni, adheun tuaj. Ju jeni e ardhmja e tij dhe keni forcën e mendjes dhe të zemrës për ta ndryshuar, për ta bërë atë më të mirë. Udhëtim të mbarë në stadin tjetër të jetës, paçi një të ardhme të ndritur dhe qofshi për herë protagonist. Të nderuar të pranishëm, çdo rrugtim arsimor ka nevojë për mbështetje, për kushtim dhe besim të fuqia e edukimit. Në vijim, kemi nderin të ftojmë për fjalën përshëndetse zoti Andi Rëmbeci, drejtori i Fondacionit Fryma e Dashurisë, institucion i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që për vitesh kontribon në formimin dhe edukimin e brezave të rinj. Me mirënjohje për praninë, për kushtimin dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj shkollës sonë, e ftojmë në skenë. Fortlumturia juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë në Zot Joani, të nderuar klerik, të nderuar drejtues të shkollës protagonistët, të dashur mësues, prindër, familjar, e mbi të gjitha të dashur maturant. Është vërtet një gëzim i veçantë për mua që sot si drejtori i Fondacionit Fryma e Dashurisë jam mes jush në këtë ditë domethënëse. Sot nuk premtojmë thjesht përfundimin e një cikli shkollor. Qëndrojmë përpara një pragu të ri, dhe pragjet janë gjithmonë çaste të shenjta në jetën e njeriut. Sepse ato na kujtojnë se diçka është formuar brenda nesh dhe se një rrugë e re hapet përpara. Që nga Platoni, arsimi është kuptuar si kthimi i shpirtit drejt dritës,
si një aftësi për të dalluar të vërtetën nga hija. Aristoteli na kujton se njeriu nuk formohet vetëm nga ajo që di, por nga zakonet që ndërton dhe virtytet që ushtron. Fëmia dhe i riu do të kuptoheshin nga një tjetër zë filozofik si qenie me dinjitet të brendshëm, që nuk duhen mbushur mekanikisht me dije, por duhen ndihmuar të çelin atë që Zoti ka vendosur në ta. Mendimi filozofik më tutje do ta shitë arsimin edhe si rrugë çlirimi, jo për t'u larguar nga përgjegjësia, por për ta marrë atë mbi vete me ndërgjegje. Kjo urtësi e madhe njerëzore takohet bukur me urtësinë e etërve të kishës, të cilët na kujtojnë se edukimi më i lartë është formimi i zemrës, se njeriu i ditur pa dashuri mund të bëhet i ftohtë, ndërsa njeriu i formuar në dashuri bëhet bekim për të tjerët. Ata na mësojnë se liria e njeriut merr kuptim vetëm kur lidhet me të mirën, me dashurinë dhe me të vërtetën. Prandaj, të dashur maturant, sot dua t'ju uroj të keni jo vetëm suksese, por të gjeni kuptim. Jo vetëm të bëheni të aftë, por të mbeteni të mirë. Jo vetëm të ndërtoni profesionin, por të ndërtoni ndërgjegjen. Bota ka nevojë për mendje të zgjuara, por më shumë ka nevojë për zemra të ndriçuara. Ka nevojë për njerëz që dinë të fitojnë, por edhe të shërbejnë, që dinë të ecin përpara, por pa harruar ata që kanë nevojë për dorën e tyre. Në këtë ditë mirënjohja jon shkon për të ndjerin, kryepiskopin Anastas, themeluesin dhe frymëzuesin e kësaj veprimtarie arsimore, vizioni dhe bekimi i të cilit vijojnë të jenë themel i rrugës tonë. Me falënderim të veçantë i drejtohemi kryepiskopit Joan, i cili me urtësi dhe kujdesi atërore vazhdon, jo pa sakrifica, ta mbështes këtë mision arsimor dhe shpirtëror. Mirënjohje gjithashtu për Fondacionin Fryma e Dashurisë dhe bashkëpunëtorët tanë që me përkushtim e bëjnë të gjallë këtë vepër në shërbim të fëmijëve, të shkollës dhe të komunitetit. Një falënderim i përzemërt shkon për mësuesit tuaj, që ju kanë dhënë jo vetëm dije, por edhe kohë, durim dhe besim. Për prindrit tuaj që kanë mbajtur në heshtje shumë sakrifica, si edhe për drejtuesit e komunitetin e shkollës protagonistët, që kanë ndërtuar një hapësirë ku të rinjt rriten, formohen dhe mësojnë të bëhen autor të jetës së tyre. Të dashur maturant, sot rruga juaj hapet më e gjerë. Mos keni frikë ndaj pyetjeve të mëdha, por as mos u kënaqni me përgjigje të vogla. Kërkoni të vërtetën, ruani mirësinë. Punoni me ndershmëri dhe mos e ndani kur dijen nga dashuria. Zoti e bekoftë udhën tuaj, qofte mbushur ajo me dritë, guxim dhe përullësi dhe me gëzimin e atyre që nuk jetojnë vetëm për vete, por që bëhen dhurat për botën. Suksese dhe urime të përzemërta. Në çdo institucion arsimor ka një zë që udhëheq me kujdes, që mbështet në sfida dhe gëzohet me çdo arritje të nxënësve. Për ne, ky zë ka qenë gjithmonë ai drejtoreshës son, zonja Ilda Gjino, e cila me përkushtim dhe përgjegjësi ka qenë pranë shkollës, mësuesve dhe nxënësve në çdo hap të rrugtimit ton. Me respekt dhe mirënjohje të thellë, e ftojmë në skemë për fjalën e saj përshëndetse. Emocionet tani janë për ne mësuesit, jo për ju maturant. Ne e keni mbledhur sot. I nderuar kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, foltërumëtori Joani. I nderuar drejtori i Fondacionit Fryma e Dashurisë, zoti Andrea Rëmbeci. Të nderuar klerik, prindër, mësues dhe të ftuar. Të dashur nxënës maturantët të gjimnazit protagonistët. Jemi së bashku sot në këtë mbrëmje të gëzueshme festive, mbushur plot me emocion, kushtuar diplomimit të maturës 2026. Lexohet qartë ky gëzim dhe ky emocion në sytë e bukur dhe të qeshur të maturantëve tanë të dashur, të cilët e shikojnë veten më të rritur dhe më të sigurt për të ardhmen e tyre.
E shikojmë këtë edhe tek sytë e prindërve, të nxënësve tanë të cilët i shikojnë fëmijët e tyre jo vetëm më të rritur dhe më të bukur, por dhe më të përgatitur për të nisur një udhëtim të ri drejt shkollës së lartë. Dhe po aq qartë lexohet ky emocion tek mësuesit e gjimnazit, të cilët me shumë përkushtim kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar në arritjen e suksesit të nxënësve tanë për të cilët jemi shumë krenar. Më lejoni që në emrin tim dhe të stafit mësimor të gjimnazit, të uroj nga zemra kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë për lumturinë e tij Zot Joani. Jetë të gjatë dhe punë të mbarë në krye të Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Tek Fort Lumturi Joani ne ndjejmë dashuri dhe shpresë, gjithashtu mbështetje dhe ngrohtësi për mirë edukimin dhe arsimimin e brezit të ri, me vlera të spikatura njerëzore, të denjë për shoqinë e sotme dhe atë të ardhmen. Me ndihmën dhe bekimin e tij, filluan dhe po vazhdojnë punimet për ndërtimin e godinës së re të shkollës sonë, që do të siguroj kushte më të mira për mësimdhënien dhe edukimin e fëmijëve. Urimet më të mira për ju, Fort Lumturi Joani. Gjithashtu, gjej rastin t'ju bëj apel të gjithë pranishve në këtë sallë për të kujtuar me shumë dashuri, mirënjohje dhe respekt ish-kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Fort Lumturin Anastas për kontributin e tij të ndjeshëm në arsimin dhe edukimin e brezit të ri. Të dashur maturantët të gjimnazit protagonistët, ju shikojmë sot më të rritur, më të edukuar, më të arsimuar, po dhe më të bukur, dhe krenohemi me ju për atë që jeni dhe për arritjet tuaja gjithmonë në rritje. Dhe sot kemi marrë rezultatet e lëndës me zgjedhje dhe jemi shkëlqyer. Provimi i fundit. Ju mbyllët me sukses ciklin 12 vjeçar të shkollimit dhe pa diskutim që jeni sot më të sigurt se kurrë për të nisur rrugëtimin tuaj të ri drejt arsimit të lartë, brenda dhe jashtë vendit, në universitetet më prestigjioze, një nga të cilët është dhe Universiteti Logos. Në rrugën e suksesit të 11 maturave paraardhëse që kanë përfunduar provimet e maturës shtetërore me kalueshmëri 100%, me notë mesatare mbi 9.1, dhe ju përfunduat provimet e maturës shtetërore gjithashtu me kalueshmëri 100% dhe me rezultate shumë të mira. Në 4 maturat e fundit të gjimnazit tonë janë fituar 9 medalje ari, që përbëjnë me shumë të drejtë një kuror krenarie për shkollën tonë. Jemi sigur që edhe matura 2026 do t'i shtoj lule të bukura dhe të freskëta kësaj kurore të krenarisë sonë. Të dashur maturant, sot është momenti kur koha ndalet për t'i bërë vend mirënjohjes dhe kujtimit që do të mbetet midis nesh dhe më lejoni që nga ky moment u drejtojmë jo thjesht si drejtoresh, por si dëshmitare krenare rrugëtimit tuaj të ndritur. Kudo që të shkoni, qëndroni të ndershëm me veten, të drejtë me të tjerët, të paepur në atë që besoni, duke qenë pasqyrë punës suaj e përgjegjësive dhe ëndrave të cilat urojmë të realizoni në Shqipërinë tonë të dashur. Në prag të fluturimit tuaj në rrugën e dijes, ju lutem të mos e harroni çerdhen ku rritët, u mësuat, u edukuat, dhe nga ku po nisni këtë fluturim, gjimnazin protagonistët. Kthehuni aty sa herë të mundeni, derën e keni të hapur. Na sillni frymëzim të ri me arritjet tuaja, dashuri nga dashuria tuaj, bukuri dhe freski nga bukuria dhe freskia tuaj. Gjimnazi protagonistët do ta ketë gjithmonë derën e hapur. Dalçi faqe bar, nga do që të shkoni dhe e paçi të mbar dhe të lehtë të rrugën që do të filloni. Qofshi gjithmonë arsye krenarie për ata që ju duan dhe për vendin që ju rriti. Të nderuar prindër të maturantëve të gjimnazit tonë, ju jeni sot më të emocionuar se kurrë, gjithmonë dhe më të kënaqur se kurrë. Kur shikoni fëmijët tuaj më të rritur, më të edukuar, të maturuar dhe të zbukuruar, dhe kjo është plotësisht e natyrshme. Ne mësuesit e gjimnazit jemi pjesë e emocionit, e gëzimit dhe krenarisë suaj, sepse këto janë arritjet tona të përbashkëta. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm,
të sinqertë dhe miqësor që keni treguar në vite duke na e bërë më të lehtë të punën dhe më të sigurt suksesin. Njëkohësisht dua t'ju kërkoj me përulje dhe shumë dashamirësi që të vazhdojmë këtë bashkëpunim në të ardhmen. Të nderuar mësues të gjimnazit protagonistët, unë ju përgëzoj për punën tuaj serioze, plot pasione për kushtim, me këmbëngulje të parrishtur në kërkim të suksesit, për durimin e vazhdueshëm dhe për frymën miqësore që përcjellni në ambientet e shkollës sonë, në marrëdhëniet midis kolegëve, nxënësve dhe prindërve të tyre. Ju keni qenë dhe mbetit çelësi i këtyre sukseseve. Mbështetur në këtë frymë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi të lavdërueshëm midis nesh, me ndihmën dhe përkrahjen e pakursyer të Fondacionit Frymë Dashurie, kryesisht të drejtorit të Fondacionit Zoti Andrea Rëmbeci, për modernizimin e ambienteve të shkollës dhe për realizimin cilësor të veprimtarive jashtë mësimore dhe në mënyrë të veçantë, mbështetur në bekimin e fortlumtërisë së tij kryepiskopit Joan për shkollën tonë, si drejtoresh e gjimnazit, ju siguroj të gjithëve, ju të nderuar të pranishëm në këtë sallë, se gjimnazin ton do ta mbajmë në lartësinë që së bashku e kemi sjell, duke punuar pa u lodhur, me pasion, me përkushtim, për suksese dhe arritje të reja në vazhdimsi. Po e përfundoj përshëndetjen time me thirrjen: protagonistë, jeni më të mirët, ju duam shumë. Në jetën e një shkolle, ka mësues që nuk mbeten vetëm në kujtesën e klasës, por bëhen pjesë e historisë së saj. Sot, në këtë ceremoni diplomimi, dëshirojmë të ndalemi në një moment të veçantë mirënjohje për dy mësues të nderuar të shkollës sonë, profesor Ylli Caci dhe profesor Janaj Ceqi. Profesor Ylli Caci është një nga mësuesit më të njohur dhe të vlerësuar të matematikës të Tiranë, me një kontribut të gjatë në arsimin e mesëm. Ai ka qenë pjesë e shkollës sonë që në fillimet e saj, duke kontribuar me profesionalizëm, seriozitet dhe përkushtim të vazhdueshëm. I vlerësuar me titullin mësues model në vitin shkollor 2010-2011, profesor Ylli ka ndikuar drejt për drejt në rezultatet e larta të nxënësve në maturën shtetërore. Profesor Janaj Ceqi ka qenë gjithashtu një figurë e rëndësishme e stafit ton pedagogjik, një mësues që me përvojën, qetësinë dhe përkushtimin e tij ka ndihmuar në formimin e shumë nxënësve. Puna e tij e përditshme, kujdesi ndaj nxënësve dhe serioziteti në mësimdhënie kanë një gjurmë të veçantë në shkollën tonë. Sot, profesor Ylli dhe profesor Janaçi përmbyllin rrugtimin e tyre pranë gjimnazit protagonistët, por kontributi i tyre do të mbetet pjesë e kujtesës e mirënjohjes sonë. Ata largojnë nga detyra e përditshme në shkollë, por jo nga zemrat tona. Në emër të maturantëve, të nxënësve, të stafit pedagogjik dhe të gjithë komunitetit të shkollës, u shprehin falenderimin më të sinqert për dijen, për shembullin që kanë dhënë ndër vite. Me respekt dhe mirënjohje, i ftojmë në skenë për të nderuar me një plak mirënjohje nga drejtori i fondacionit dhe drejtoresha e shkollës, si shenjë vlerësimi për kontributin e tyre të çmuar në shkollën tonë. Plak mirënjohjeje, profesor Ylli Caci, me mirënjohje të thellë për kontributin e çmuar, profesionalizmin e lartë dhe përkushtimin shumë vjeçar në edukimin dhe formimin e brezave të nxënësve. Si një nga mësuesit më të vlerësuar të matematikës dhe pjesë e shkollës sonë që në fillimet e saj, ai ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën akademike të nxënësve dhe në arritjet e gjimnazit protagonistët. Me respekt dhe mirënjohje, Fondacioni Fryma e Dashurisë dhe Gjimnazit Protagonistët, Matura 2026. Falenderoj drejtorin Andi Rëmbeci, kolektivin, edhe nxënësit që me arritet që patën në matematikë më bën një dhuratë shumë të madhe me rezultatin që arritën. Ju uroj suksese edhe në dhimbësi, në fakultet edhe të na nderojnë si protagonistë janë. Faleminderit.
hakë mirënjohje për i jepet profesor Janaq Ceqi, me mirënjohje të thellë për kontributin, për kushtimin dhe seriozitetin e treguar në ndërvite në edukimin dhe formimin e brezave të nxënësve, me urtësinë, përvojën dhe praninë e tij të kujdesshme, ai ka lënë një gjurmë të veçantë në jetën e gjimnazit protagonistët dhe në kujtesën e brezave që ka udhëhequr. Me respekt dhe mirënjohje, Fondacioni Fryma e Dashurisë, Gjimnazi Protagonistët, Matura 2026. Ishte një nder dhe obligim për mua që ndava një dekadë vitesh me Gjimnazin Protagonistët. I falenderoj të gjithë për bashkëpunimin, për punën që kemi kaluar, për mendimet që kemi kaluar së bashku dhe ju uroj suksese në shkollën e lartë dhe në jetën e tyre. Faleminderit të gjithëve, prindër, nxënës, mësues, me të gjithë ata që bashkëpunuan. Faleminderit të gjithë. Tani, ftojmë në skenë zonjën Vasilika Mulla, pedagoge pranë Kolegjit Universitar Logos, institucion partner që është hyrë në një udhërrëfyes të çmuar dhe një pikëmbështetje të sigurt për shumë prej gjimnazistëve tanë, të cilët pas përfundimit të shkollës nisin rrugëtrimin drejt arsimit të lartë. Nderuar forflukturia juaj, Kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Joani, etër të nderuar, Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit Frymë Dashurie, Zoti Andi Rëmbeci, Drejtorisha e Gjimnazit Protagonistët, Zonja Ilda Gjino, të nderuar mësues, prindër, të ftuar, të dashur maturant. Jam e nderuar dhe njëkohësisht shumë emocionuar të jem sot mes jush dhe t'ju përshëndes në emër të Kolegjit Universitar Logos në këtë ditë kaq të veçantë për ju. Personalisht, kujtoj sikur të ishte vetëm një javë më parë, kur edhe unë isha në vendin tuaj. Kujtoj emocionet e diplomimit, ndjenjën e çlirimit nga një detyrë sapo përmbushur, por edhe ndrojtjen për atë që më priste në hapin e radhës. Isha e mbushur me ëndra për të realizuar, por edhe dyshime nëse do të bëja zgjedhjen e duhur. Pak pas maturës, secili prej nesh e kupton se prindrit janë trajnerët tanë më të mirë. Janë pikërisht ata që na mësojnë si t'i hapim krahët dhe të fluturojmë sa më lart, sa më bukur dhe sa më gjatë. Besoj fort se Perëndia I ka vendosur prindrit pranë që ne përmes tyre të njohim dashurinë e vërtet, dashurinë pa kushte dhe të mësojmë si ta përcjellim atë. Sot ju ndodheni përpara një zgjedhje që do të ndikojë në të ardhmen tuaj, zgjedhjen e universitetit. Ju sugjeroj fort, zgjidhni një vend ku do të merrni jo vetëm njohuri, por edhe vlera njerëzore, besim në vetvete dhe mundësi për të ndërtuar karrierën që ju ndëroni. Të dashur prindër, suksesi këtyre të rinjve në mënyrë të pandashme mban firmën tuaj. Ju keni qenë mbështetja, forca dhe motivimi I tyre çdo ditë. Ndaj edhe vendimi për hapin e radhës meriton kujdesin, urtësinë dhe largpamësinë tuaj. Qendrat e këtyre zogjve të marrin krah. Kolegji Universitar Logos është pjesë e të njëjtës familje të madhe arsimore që drejtohet me dashuri dhe përkushtim nga Kryepiskopi Joan.
Ndaj edhe gëzojmë së bashku sot. Dyert e logos janë të hapura për secilin prej jush, për të vazhduar rrugëtimin akademik dhe ku së bashku të ndërtojmë sukseset e së nesërmes. Maturant, mos kini frikë të ndëroni dhe të synoni sa më lartë. Besoni tek vetja, sepse çdo arritje e madhe fillon me një hap të guximshëm. Ju uroj nga zemra shumë suksese në çdo rrugë që do zgjidhni dhe mos harroni, me Zotin përpara çdo gjë është e mundur. Për te arritjeve akademike, nxënësit e shkollës sonë kanë spikatur dhe në talentet e tyre, në art, muzik, sport dhe në angazhime kulturore dhe shoqërore. Sot, disa për këtyre talenteve do të ngjiten në sken me zërin e korit të shkollës sonë. Ju ftojmë të ndiqni interpretimin e korit me këngët Zoti është tek ne dhe Sleeping Through My Fingers. Shkolla është një vend ku hidhen rënjë, por edhe një portë që hapet drejt së ardhmes. Ata që dikur kanë kaluar nëpër korridorët e gjimnazit protagonistët, sot rikthehen si zëra frymëzimi dhe dëshmi e bukur se lidhja me shkollën nuk përfundon me diplomimin.
Alumni ynë jeton në kujtimet, arritjet dhe mirënjohjen e atyre që e kanë ndirë këtë shkollë si familje. Në këtë pjesë të ceremonisë do të dëgjojmë fjalën e ish maturantes ekselente Rafaela Mazniku, si dhe do të ndjekim një videomontazh me kujtime të veçanta nga rrugtimi i brezave të mëparshëm të alumnit. I nderuar forlumturi, të nderuar mësues, prindër dhe maturant. Kam nderin e madh që sot të flas përpara jush e të ndaj me ju emocionet e mia në këtë ditë kaq të rëndësishme. Sot rikthehem dhe qëndroj përsëri këtu, në këtë skenë pas një viti. Por kësaj here jo si maturante që do të diplomohem, por si një studente e drejtësisë dhe një alumni e këtij gjimnazi. Është një ndjesi pak e çuditshme të jem edhe një herë këtu me gjithë këtyre fytyrave të njohura. Pak deja vu do thoja unë. Në momentin e parë që zysh Lida, drejtoresha jonë shumë e dashur, më kërkoi të isha pjesë e kësaj dite kaq të rëndësishme, hezitimi ishte një nga ndjesitë e mia të para. Nuk është as pak e thjeshtë të flasësh para kaq shumë njerëzve, edhe pse mund ta kem bërë edhe më parë, por sidomos të flasësh para mësuesve të cilët më kanë rritur mua. Por sidoqoftë hezitimi im ishte i shkurtër, pasi një gjë që kam mësuar nga ky gjimnaz është se zysh Lidës nuk i bëhet fjala dysh asnjëherë. Respekt e zysha. Pavarësisht të gjithave, isha shumë e lumtur të isha përsëri brenda atmosferës së gjimnazit tim. Mes kësaj atmosfere dhe mes mësuesve të mi, ku unë jam rritur dhe jam formuar si njeri. Në mënyrë të pavetdijshme po përdor shumë për emra pronor, por kjo është e pashmangshme, pasi lidhja ime me këtë gjimnaz është shumë e dashur për mua. Një lidhje që vazhdon e më ndjek pas sot e kësaj dite. Në momentin që hyra në botën e madhe të universitetit, ktheva një moment kokën pas dhe kuptova shumë më qartë çfarë kisha mësuar nga gjimnazi dhe se si ato më kishin përgatitur për këtë botë. Një moment i bukur më kujtua kur po përgatisja këtë fjalim, kur erdha në një nga vizitat e mia në gjimnaz mbasi isha diplomuar dhe kisha filluar universitetin, hyra në sallën e mësuesve dhe aty më prisnin gjithë mësuesit e mi, pasi përshëndeta pash papritur profesor Janaqin, dhe për shkak se po studioj drejtësi, kimia nuk më hyri shumë në punë, profesor. Por gjithsesi e pash në fytyrë profesorin dhe i thash, më fal profesor, nuk e përdora kimin, por profesori me gjithë dashuri më pa dhe më tha, për sa kohë që ti mban mend që se cila është arsyeja, sepse nuk duhet hash torta me ngjyrues artificial, unë jam i lumtur dhe kaq që kam bërë punën time. Kështu që profesor, faleminderit. Këto mësime të vyera që kam marrë nga gjimnazi nuk ishin të bënin vetëm me këndet e trekëndshit apo Homerin dhe Prometeun, edhe pse ju duam fort departamenti matematikës dhe gjuletërsisë, nuk ishin bënin vetëm këto mësime. Mësimet kryesore që mora ishin ato të ndërtuarit një individ me vlera. Ashtu siç përmendi edhe kryepiskopi ynë Joan para disa kohësh që përuroi punimet në gjimnazin tonë të ri, ai tha, në shkollë mësohen shumë njohuri, por shkolla duhet të jetë edhe një vend ku kalitet karakteri, ku njerëzit mësojnë vlera. Dhe me këtë frym, unë vërtet jam rritur. Pas një pune 3 vjeçare në gjimnaz me grupin e debatit, ku zysh Dona më kaliti fort, me përkujdesin e saj dhe më dha konfidencën që unë të flas në publik, ku në klubin e artit unë mora një pasqyrë të re të shpirtit tim, pranë klubit të shërbimit komunitar ku unë zbulova se çfarë ishte vërtet dashuria dhe përkujdesja ndaj njeriut edhe ndaj shoqërisë kaq të madhe. Dhe aktivitetet të tjera të panumërta unë vesha me virtyte dhe vlera të cilat më kanë ndihmuar të spikatem edhe në ambientet e reja me të cilat unë jam përshfaqur sot. Dhe për këtë jam përjet mirënjohës ndaj stafit të mrekullueshëm të gjimnazit. Në fund, do të doja t'i drejtohesha pak maturantëve që sot hedhin një nga hapat më të rëndësishme drejt dijes dhe drejt jetës. Shpresoj që secili për ju të ketë sukses në rrugën që ka zgjedhur, apo po e zgjedh, apo nuk e ka vendosur akoma nëse do e zgjedh. Dhe shpresoj që kur mos të harroni se nga keni ardhur dhe se jeni protagonist. Dhe kjo nuk do të thotë që keni qenë vetëm pjesë e një institucioni që ka emrin protagonistët. Kjo do të thotë që duhet të jeni protagonist jo vetëm të jetës suaj, por të jeni protagonist në shoqëri, për të patur një të ardhme sapo të ndritur dhe ta ndryshoni pse jo edhe vendin tonë. Dhe siç ka thënë dhe kryepiskopi ynë Indjera Anastas për shkollën protagonistët dhe për institucionin protagonistët, duhet të jemi protagonistë për të ndërtuar një shoqëri me dashuri dhe shpresë. Faleminderit.
Të jesh mësuese kujdestare do të thotë të njohësh çdo nxënës për te librave, në përpjekjet, rritjen, përjetimet dhe sfidat e tij. Ftojmë zonjën Lindita Lushka, mësuese kujdestare klasës 12A, për të ndarë me ne emocionet e kësaj dite. Mirëmbrëma të gjithëve. I nderuar fortlumturi, të nderuar klerik, i nderuar drejtori i Fondacionit Fryma e Dashurisë Zoti Andi Rëmbeci, e nderuar drejtoresh zonja Ilda Gjino, të nderuar koleg, prindër, familjar dhe të ftuar. Nxënësit e mi të dashur të klasës 12A. Falenderoj Zotin që na ka dhënë mundësinë të jemi të gjithë të bashkë në këtë ditë të veçantë duke festuar me krenari përfundimin me sukses të një etape të rëndësishme të jetës suaj dhe fillimin e një rrugtimi të ri. Secili prej jush ka lënë gjurmën e vet në klasë dhe në kujtimet që do të mbeten gjithmonë të çmuara. Jam krenare për përkushtimin, arritjet dhe pjekurinë që keni treguar gjatë këtyre viteve, edhe pse si në çdo familje, her pas here kemi pasur dhe mosmarrëveshje të vogla. Pikërisht ato e bën më të bukur rrugtimin tonë së bashku. Sot largoheni nga bangat e shkollës, por jo nga kujtimet, mësimet dhe lidhjet që kemi ndërtuar së bashku. Ju uroj të ecni gjithmonë përpara, me besim në vetvete, të mos hiqni dorë kur nga ëndrat tuaja dhe të mbani me vete vlerat që keni fituar gjatë këtyre viteve. Mos harroni se suksesi nuk matet vetëm me arritjet profesionale, por edhe me korrektësinë, mirësinë dhe respektin që tregonin ndaj vetes dhe të tjerëve. Jam krenare për secilin prej jush dhe e lumtur, që prata privilegjin të jem pjesë e rrugëtimit tuaj. Ju falenderoj për respektin, bashkëpunimin dhe kujtimet e bukura që më keni dhuruar. Por asnjë udhëtim nuk përshkohet vetëm. Ndaj ndjej kënaqësinë të falenderoj njerëzit që më kanë mbështetur gjatë këtij rrugtimi. Me njëra ime e përzemër shkon së pari për drejtoreshën e shkollës sonë zonjën Ilda Gjino, për përkushtimin, mbështetjen dhe shembullin frymëzues që na ka dhënë në çdo hap. Falenderoj gjithashtu të gjithë kolegët e mi, të cilët me punën për kujdesin dhe përkushtimin e tyre kanë ndihmuar në rritjen dhe formimin tuaj. Një falenderim e përzemër shkon për të gjithë prindrit dhe familjarët që janë sot këtu. Ju keni qenë pra fëmijëve tuaj në çdo hap, me sakrificë, dashuri dhe mbështetje të pakushtëzuar. Ju falenderoj me gjithë zemër për besimin dhe bashkëpunimin e mrekullueshëm që kemi ndarë së bashku për të rritur dhe përgatitur këta të rinj për të ardhmen. Mirënjohja ime me thellë i takon familjes së madhe protagonistët, një mjedis i shenjtë, i dijes dhe formimit njerëzor, i krijuar nga vizioni ndritur i kryepiskopit Anastas dhe që vazhdon sot në kujdesin e veçantë të kryepiskopit Joan përmes Fondacionit Fryma e Dashurisë, në drejtimin dhe mbështetjen e drejtorit Zoti Andi Rëmbeci. Është ndërtuar një vend unik, ku ne nuk morëm vetëm dije, por u rritëm me dashuri, dinjitet dhe vlera që do t'i mbajmë me vete gjatë gjithë jetës. Të dashur maturantë, si mbikëqyrësia joaj maturës shtetërore, përgjegjësia ime ndaj jush tani hyn në një fazë të re. Ky udhtim nisi me plotësimin e formularit A1 dhe tani po i afrohemi një momenti pa aq të rëndësishëm, aplikimeve universitare. Kam qenë dëshmitare e rritjes suaj dhe pjekurisë për të cilën po planifikoni të ardhmen. Jam jashtëzakonisht krenare për seriozitetin dhe përgjegjësinë që po tregoni në çdo hap të kësaj rruge. Dhe mezi pres që shumë shpejt të festojmë së bashku sukseset tuaja dhe pranimin në universitetet që dëshironi. Ju uroj nga zemra lumturi dhe suksese në çdo hap të jetës suaj. Mos të harroni sepse dhe ne nuk do t'ja harrojmë. Suksese matura 2022. Tani ftojmë në skenë maturantët Erika Seferi, Marko Petri dhe Klea Zenelaj, të cilët do të ndajnë me ne përjetimet, kujtimet dhe mesazhet e tyre nga rrugtimi në gjimnazin protagonistët. Të nderuar drejtues, mësues, prindër dhe ju miqtë e mi. Sot nuk është thjesht dita në të cilën e diplomohemi, por dita në të cilën mbyllim një kapitull të jetës sonë. Një kapitull të mbushur plot ëndra, sfida, buzëqeshje, lot dhe kujtime që t'i mbajmë gjithmonë në zemër. Duket sikur vetëm dje hym për herë të parë në këtë shkollë.
me pasiguri dhe kureshtje, ndërsa sot dalin prej saj më të maturuar dhe më të gatshëm për rrugtimin që na pret. Këto vite na mësuan shumë më tepër se sa mësimet. Na mësuan të besojmë te vetja, të mos dorëzohemi përpara vështirësive, të vlerësojmë miqësinë e vërtet dhe të kuptojmë se suksesi arrihet me kohë dhe përkushtim. Në korridoret e shkollës son, kemi qeshur pafund, kemi kaluar momente nga më të bukrat dhe kemi krijuar kujtime që koha nuk do t'i fshijë kurrë. Ka qenë ajo kohë kur mezi priset të mbaronte ora dhe tani jemi ne, të njëjtit, ata që kërkojmë një orë më shumë. Le të mendojmë për aktivitetet që shkolla jon ka organizuar, një ndërto edhe Tirana Art Festival. Asnjëherë nuk t'i harrojmë momentet fantastike të kaluara në të. Ku kishte ndjenjë më të bukur se të dile në sken e të shije gjithë ata njerëzin teksa duartrokisin për ty. Dua të ndalen pak të njerëzit që i dhan kuptim këtyre 3 viteve. Miqtë e mi, nuk e kisha imagjinuar që një grup njerëzish do të bëheshin si një familje për mua. Faleminderit për çdo të qeshur, çdo debat dhe çdo gjë që kemi kaluar. Një falënderim nga zemra shkon për të gjithë mësuesit tanë. Ju na mësuat shumë më tepër se sa lëndët tuaja. Dhe po, na duruat, ndoshta edhe më shumë se sa duhej. Faleminderit për çdo të qeshur, çdo debat dhe çdo mbështetje, për çdo plan të dështuar se si të lini morët ju nxënës. Ju ishit arsye që e dinim kur dikush mungonte, kur dikush ishte keq, ose kur ndonjëri kishte bërë ndonjë mrekulli dhe e priste drejtoria. Profesor Alqi, më kujtojnë fjalët tuaja. O Erika, e ke hapur librin për sot? Po ta them sot, profesor. E sa pak e hapja atë libër. Për mbi të gjitha, do t'ju them se keni qenë si një prind për mua. Më keni mbështetur në çdo haptimin dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Mësuese Adriana, keni qenë një nga mësuesit më të dashura me mua. Ju falenderoj për përkujdesin që më keni dhuruar. Sa herë kujtoj orët e kimis me mësuese Rozën, më mbushet zemra mal kur shija sytë e saj, teksa qeshtin për arritjet tona. Mësuese Sara dhe mësuese Etleva, na keni mësuar jo vetëm si të shkruajmë e të flasim sakt, por edhe si të shprehim mendimet tona qartë. Një nga orët që mezi prisa të vinte, ishte ajo e mësuese Valbonës, kur qeshtim vetëm duke u parë në sy. E, zysha, sa bukur kemi kaluar. Apo edhe mësuese Lorena, që ndonjëherë i prisha orën e mësimit duke bërë shaka. Zysha, ju vinte për të qeshur, po do në tregoni se ishit serioza. Ju falenderoj edhe ju mësuese Genta, edhe pse u bët pjesë e jona shumë vonë, arritët na i fitonit zemrat. Dua të falenderoj gjithashtu profesor Yllin. Sot jam këtu prej këshillave që ju më keni dhënë. Kemi patur marrëdhënie të mirë profesor, se e kisha shumë qejf matematikën. Mësuese Brisi, keni qenë si shoqja ime dhe jo si mësuesja ime. Faleminderit për dashurinë. Mos të harrojmë një nga mësueset më simpatike, mësuese Donikën. Filozofi nuk e mësoja zysha, ama ekonominë e doja shumë. Faleminderit për shakat që më keni dhuruar. Dhe patjetër të kujtojmë dhe të falenderojmë gjithashtu profesor Stefanin që më bëri të mësoj greqishten. Falenderimet më të përzemta për mësuese Linditën, e cila ka qenë personi më i afërt në atë shkollë për mua. Një falenderim i veçantë shkon për drejtoreshën tonë, zonjën Ilda Gjino, e cila ka qenë një figurë udhëheqëse për ne. Ju keni qenë aty duke u kujdesur që çdo gjë të funksiononte siç duhej. Faleminderit për durimin, përgjegjësinë dhe përkushtimin ndaj çdo nxënësi. Falenderoj gjithashtu drejtorin e fondacionit Fryma e Dashurisë, zotin Andi Rëmbeci, për mbështetje në çdo aspekt të veprimtarive tona shkollore. Më vjen keq ta them, sot largohemi nga kjo shkollë, por nuk largohemi nga kujtimet që kemi krijuar këtu. Rrugët tona sot ndahen, por një pjesë e zemrës sonë do të mbetet në ato klasa, ato banka e korridore. Dua t'ju them sot, dhe jam më se e sigurt se u t'i mbaj gjithmonë me vete kujtimet, zërat dhe gabimet që më mësuan të rritem. Le të përqafojmë të ardhmen, pa harruar kurrë se nga kemi nisur. Fundi këtij udhëtimi është në vërtet fillimi i një tjetri. Një fillim me shumë pyetje dhe shpresë. Faleminderit që ishit pjesë e këtij kapitulli të jetës time. Do më mungoni të gjithë.
Të nderuar mësues, prindër, familjar, të ftuar dhe mbi të gjitha maturant. Sot është një ditë që do ta kujtojmë gjatë. Një ditë që shënon fundin e një kapitulli të rëndësishëm të jetës tonë dhe fillimin e një tjetri. Për disa prej nesh, këto vite kaluan shumë shpejt. Për të tjerë ndoshta duken të gjata. Por sot të gjithë jemi këtu, me të njëjtin ndjenjë krenarie për rrugën që kemi përshkruar. Në emër të gjithë maturantëve, dua të falenderoj mësuesit tanë. Ju nuk na mësuat vetëm lëndët e shkollës, por na mësuat të aspirojmë për më shumë, të përpiqemi edhe kur gjërat duken të vështira dhe të mos dorëzohemi përballë sfidave. Durimi dhe përkushtimi juaj do të mbeten gjithmonë pjesë e suksesit tonë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për prindërit dhe familjet tona. Ju ishit pranë nesh në çdo hap. Na mbështetët kur kishim nevojë, u gëzuat me fitoret tona dhe na dhat forcë në momentet tona më të vështira. Pa ju, kjo ditë nuk do kishte të njëjtin kuptim. Dhe, kur pas shumë vitesh të kujtojmë këtë ditë, ndoshta nuk do të mbaj mend çdo mësim apo çdo provim, por do kujtojmë buzëqeshjet, shakat, ekskursionet e maturës që mezi kemi pritur që në vit të parë, zhurmën që bënim në korridore, që dëgjoj deri poshtë Fredi, ndjesin kur mbaronin provimet dhe fillonin pushimet, si dhe shumë momente të tjera. Urime të gjithë maturantëve. Ju uroj që të mos humni kur ishni për të mësuar, guximin për të ëndërruar dhe forcën për të mos u dorëzuar. E ardhmja është para nesh, dhe tani është radha jonë ta shkruajmë atë. Faleminderit. I nderuar fortundori, të nderuar të ftuar, të dashur mësues, prindër, miq dhe bashkëmaturant. Sot kam nderin dhe emocionin të flas në emër të maturantëve. Dhe si çdo maturant në një ditë si kjo, edhe unë duhet të them një fjalë që nuk është as pak e lehtë. Lam të mirën. E prisnim prej kohësh këtë ditë. E mendonim, e imagjinonim, ndoshta edhe e dëshironim, por kur ajo vjen vërtet, kupton se ndarja nga një vend ku ke kaluar një pjesë të bukur të jetës nuk është kaq e thjeshtë. Sepse sot nuk themi thjesht mirupafshim. Nuk është më ajo ndarja e zakonshme e qershorit kur të gjithë thoshim, shihemi në shtator. Këtë herë shtatori nuk do na gjejë më në të njëjtën klasë, në të njëjtat banka, me të njëjtat zëra dhe të njëjtat fytyra përreth. Këtë herë lamtumira është më e thellë. Është ai lamtumir që shoqërohet me fjalët mos u bëj huaj, e janë në viziton ndonjëherë. Më duket sikur ishte vetëm 10 dita kur hyra për herë të parë në këtë shkollë. Ishte një nxënëse e vitit të parë, me ëndra të mëdha dhe shumë emocione, dhe me atë pasigurinë e bukur që ka çdo fillim. Nuk e dija çfarë më priste. Nuk e dija sa shumë do të më ndryshonin këto 3 vite. Nuk e dija se kjo shkollë do të bëjë jo vetëm vendi ku do të mësoja, por dhe vendi ku do të rritesha. Dhe sot kur kthej kokën pas, kuptoj se sa shumë kemi jetuar këtu. Kemi pasur ditë të lehta dhe ditë të lodhshme. Kemi pasur provime që na dukeshin si fundi i botës, orë mësimi që nuk mbaronin kurrë, pushime që kalonin shumë shpejt, të qeshura që na mbetën në mendje dhe momente të vogla që pa e kuptuar u kthyen në kujtime të mëdha. Në ato çaste nuk e dinim se po ndërtonim një pjesë të historisë tonë. Thjesht po jetonim, po flisnim, po qeshnim, po ankoheshim, po ndëronim dhe po rriteshim. E ndoshta pikërisht kjo e bën këtë kohë kaq të bukur. Fakti që kujtimet më të shtrenjta lindin pa zhurmë, për në një ditë të zakonshme. Është e vështirë të thuash jam të mirë një vendi ku ke lënë kaq shumë nga vetja jote. Sepse sot nuk lëm pas vetëm një shkollë, lëm pas një moshë, një përditshmëri, një grup njerëzish që u bën pjesë e jetës sonë. Lëm pas edhe atë versionin tonë që hyri këtu 3 vite më parë dhe që sot po del më i rritur, më i fortë dhe më i vetëdijshëm për rrugën që ka përpara. Nuk e di se ku do të na çojë jeta, nuk e di nëse do të vazhdojmë të flasim çdo ditë apo nëse rrugët tona do të ndahen, por një gjë e di me siguri, pas shumë vitesh, kur secili prej nesh të ketë marrë rrugtimin e vet, ky vend do të na vijë shpesh në mendje. Do të kujtojmë klasën, korridoret, zërat, shakat, mësuesit, miq dhe gjithçka që sot na duket kaq afër, por nesër do të mbetet një kujtim. Prandaj të dashur maturant, momenti ynë erdhi. Është koha të largohemi nga kjo shkollë, kjo duke harruar atë që lan pas, por duke marrë me vete gjithçka që na formoi deri këtu. Por sigurisht, nuk mund të largohem pa i kujtuar edhe ato momente që na bëjnë të qeshim edhe sot. Unë për shembull nuk do të harroj kur momentin se si për Fredi nuk më dha një herë mundësi të hypja në ashensor. 9 kate unë çdo ditë. As profesor Aqen kur thonte atë shprehjen tipike, "Homokleo, do hapësh një libër apo vitin tjetër?" që me thënë të drejtën librin e hapja, vetëm se verbohesha nga ligjet e Newtonit dhe e mbyllja prapë. Për matematikën pasaj, çfarë të them, nuk do të harroj kur momenti kur profesor Ylli më tha të zbërtheja rrënjën e 3388-ës. E shikoja tabelën me aq përshëndrim sa më dukej vetja Simoneti duke admiruar pikturat e tij. Në filozofi, gjoja më pëlqente Sokrati. Mendja ime kishte ngelur te tabula rasa. Po në fizkulturë pasaj, sa herë u mbisa pikë në volejboll, profesor Aleksi gati të mirë të trahanan e ftohtë. Dhe profesor Sergej,
Jam shumë kurioze të di nëse tani që po ikja, ama mësoj më në fund emrin apo mbeta prapa ajo Flutra, shoqja Trëndelinës. Edhe një gjysmë nga fora që vizatova një herë në orën e Zhon Tigonit. Mjaftoi pastaj të përfundoja duke bërë piktura për çdo aktivitet mundshëm. Ndërsa Zush Valbona, sa e hynte në klasë dhe hapte regjistrin dhe nga 20 nxënës klasa te 11 kishte fiksimin. Po kur thonte ka njëri me dëshirë sot, të gjithë e dinim që dëshira në fund do bitemi mua dhe prapë të 10-ën mezi e morëm. Këto janë kujtime të thjeshta, por pikërisht këto do na mungojnë më shumë. Sepse shkolla nuk mbahet mend vetëm nga mësimet e notat. Shkolla mbahet mend nga njerëzit, nga zërat, nga situatat e papritura, nga shakat, nga ato çaste që sot na bëjnë të qeshim, por nesër do të na prekin në zemër. Sot dua të shpreh mirënjohjen time më të sinqert. Së pari, me respekt dhe përulësi, dua të kujtoj kryepiskopin Endiar Anastas. Vizioni për kushtimet dhe dashuria të cilët për arsimin bën të mundur që shumë breza nxënësish të rriten nga shkolla ku dia, besimi dhe dashuria për njeriu ecin së bashku. Ne jemi pjesë e fryteve të kësaj vepre të madhe dhe për këtë do të mbetemi gjithmonë mirënjohës. Falënderim të veçantë drejtorit dhe fortunaturisë së tij, Im Zot Joanit, për bekimin, mbështetjen dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj shkollës sonë dhe ndaj të gjithë neve. Prania dhe fjala e tij sot janë për ne nder, gëzim dhe inkurajim për rrugën që kemi përpara. Faleminderit prindërve të mi që kanë qenë mbështetja ime më e madhe edhe në ditët kur unë vetë nuk besoja tek vetja ime mjaftueshëm. Faleminderit motrave të mia për dashurinë dhe praninë e tyre të vazhdueshme në jetën time. Faleminderit mësuesve tanë që na kanë duruar, na kanë udhëzuar, na kanë shërtuar kur duhej dhe na kanë inkurajuar kur kishim më shumë nevojë. Faleminderit miqve të mi që e bën këtë rrugëtim më të bukur, më të lehtë dhe më të paharrueshëm. Një falënderim të veçantë dua t'ia drejtoj profesor Alqit, i cili nuk hoqi dorë asnjëherë se besuarit e kundet e aftësitë e mia. Ai më kujtoi vazhdimisht se ëndrat nuk arrihen vetëm duke i dëshiruar, por duke punuar për to, se çdo qëllim kërkon përkushtim, durim dhe këmbgulje. Mbi të gjitha, jam përgjithsisht mirënjohës e Perëndis, i cili përmes njerëzve që vendosin në rrugën time, më udhëhoqi, më forcoi dhe më ndihmoi të rritem. Të dashur maturant, sot po mbyllim një kapitull të jetës sonë, por nuk po largohemi bosh. Po largohemi me kujtime, me mësime, me miqësi dhe me emocione, dhe sidomos me një pjesë të kësaj shkolle brenda nesh. Le ta themi pra këtë lam të mirë, jo me trishtim, por me mirënjohje. Mirënjohje për vitet që kaluam këtu, për njerëzit që na shoqëruan, për gjithçka që mësuam dhe për gjithçka që u bëm. Faleminderit për gjithçka. Dhe tani me zemra të plot kujtime dhe me sy drejt së ardhmes, është koha të ecim përpara. Ju faleminderit. Ana Frank ka shkruar: prindërit mund të japin vetëm këshilla të mira, ose t'i vendosin fëmijët në rrugën e duhur, por formimi përfundimtar i karakterit të njeriut qëndron në duart e tij. Pas çdo arritje të një fëmie qëndron dashuria, sakrifica dhe përkushtimi i heshtur i prindërve. Sot, në emër të gjithë prindërve që kanë qenë mbështetja jonë më e madhe në këtë rrugtim, ftojmë për një fjalë përshëndetse zonjën Farie Muzhaqi. Përshëndetje të gjithëve. Këto janë emocione që sa herë që për çdo fëmijë janë të rralla dhe për herë emocionohemi. Unë quhem Farie Muzhaqi dhe sot jam këtu si prindi dy vajzave që janë rritur në këtë shkollë, Anisa dhe Ema Muzhaqi, të cilat u rritën, u edukuan në ciklet shkollore protagonist. Anisa sapo mbaroi vitin e 5 mjekësi dhe Ema që sot diplomohet dhe rritet si protagonist. Ka zgjedhur arkitektur. Kjo fal punës së tyre si fëmijë dhe për kushtimin të mësuesve të kësaj shkolle, fal drejtoreshës Lida, që me qetësinë dhe durimin kanë rritur breza të mirë nxënësish. Më falni se janë emocione që nuk mund t'i mbulojmë. Shpresoj dhe besoj fort që këta nxënës do na nderojnë kudo që do hedhin hapin dhe do shkollohen. Ne si prindër jemi krenar për ta, për edukatën dhe për gjithë sakrificën që kemi bërë.
Faleminderit dhe mirënjohje pafund për ju, Zyshlida, që me atë qetësinë që të fal nuk di të them. Se dhe këta kanë shumë teka dhe shumë çdo brez që po vjen më i vështirë bëhet. Janë shumë edhe stafi, mësuesët që duhet të ndalen tek profesor Alqi që dhe ai ka bërë një punë të mirë me këta. Profesor Sergej që Anisa e ka dash shumë, Zysh Valbona, Zysh Antigoni, Zysh Profesor Ylli, Zysh Donika që Ema gjithmonë ndiheshe kur kishte problemet, emocionet e veta dhe ajo i jepte shumë kurajo. Zysh Lorena që gjithashtu sa herë ishte ndimes dhe gjithë stafit tjetër protagonist. Suksese dhe Zoti shoqëroft kudo fëmijët tanë, ata janë yje sot dhe suksese në ngjitje. Faleminderit. Tani ftojmë në skenë maturantët Dea Leshi dhe Bjorna Qellari, të cilët do të ndajnë me ne emocionet dhe mesazhet e tyre në këtë ditë përmbyllëse të rrugëtimit tonë shkollor. Mirëmbrëma. Sot është një ditë shumë e pritur që mendonim se s'do të vinte kurrë dhe e mbushur me emocione që është e vështirë t'i përshkruash me fjalë. Prindër krenar për fëmijët e tyre që u rritën më shpejt se ç'kishin menduar, mësues që sot shohin se gjithë mundi i tyre ndër vite ka lënë gjurmë tek secili prej nesh, nxënës që sot mbyllim një kapitull të rëndësishëm të jetës tonë, duke marrë me vete kujtime, mësime dhe ëndra për të ardhmen. Po i thimi lan të mirë korridoreve ku kalonim çdo ditë, klasave ku mësuam mësime që shkonin përtej librave dhe njerëzve që u bën pjesë kaq e rëndësishme e jetës tonë. Të qeshurat mesorëve, stresi i provimeve, ato momentet e vogla që mendonim se do t'i harronim, por disi u kthyen në kujtime që do t'i mbajmë me vete përgjithmonë. Kemi mësuar si të përballemi me vështirësi, si të vazhdojmë te kur gjithçka duket e pamundur, dhe si të gjejmë forcën brenda vetes dhe në ditët më të vështira. Disa prej nesh kanë luftuar në heshtje, disa kanë dyshuar tek vetja, disa janë ndier të humbur. Por sidoqoftë, ja ku jemi, dhe kjo është diçka për të cilën duhet të jemi krenar. Falenderojmë mësuesit tanë, faleminderit për durimin, për kushtimin. Ju besuat tek ne dhe kur nuk besonim tek vetja. Faleminderit familjeve tona, ky sukses ju përket dhe ju. Për mua veçanërisht, mami dhe motra, jeni inspirimi im për gjithçka dhe arsyeja pse jam këtu sot. Mami, shpresoj që një ditë dhe unë të jem po aq e fortë sa ti. Faleminderit për çdo sakrificë, për çdo bisedë vonë në mbrëmje, për çdo fjalë inkurajuese dhe për çdo lutje të heshtur. Ama nuk mund të rri pa përmendur personin më të shtrenjtë për mua, shoqen time të ngushtë e cila më ka ndjekur që ditën e parë që kam ardhur në këtë botë, motra ime, Iris. Çdo gjë që di e kam mësuar nga ti. Vjet drita që më udhëheq dhe dhurata më e shtrenjtë që Zoti më ka falur. Dhe matura 2026, dua t'ju them, faleminderit që ishit pjesë e këtij rrugtimi. Faleminderit për kohën e paharrueshme që kaluam së bashku. Të qeshurat të cilat janë në kujtimet e secilit prej nesh. Mbështetjen, madje dhe vështirësitë që kaluam bashkë. Mund të ndjekim rrugë të ndryshme tani. Por një pjesë e jona do të mbetet gjithmonë e lidhur nga këto vite që ndam në shkollën protagonistët. Nesër jeta do të vazhdojë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Rrugët do të jenë po aty, shkolla do të hap dyert përsëri. Dikush tjetër do të ulet në bankat tona. Zërat tanë do të zvendësohen nga zërat e rinj dhe korridoret që dikur mbanin kujtimet tona do të mbushen me kujtime të reja. Dhe bota ndoshta nuk do ta kuptojë që për ne, sonte, mbyllet një nga periudhat më të bukura të jetës tonë, por ne do ta dimë. Do ta mbajmë gjithmonë këtë moment, këto kujtime, këto ndjenja. Sepse dhe pse koha do të vazhdojë dhe gjithçka rreth nesh do të ndryshojë, një pjesë e jona do të mbetet për herë këtu. Dhe këtë nuk do ta harrojmë kurrë. Dua t'ju lë të gjithëve me një thënie të shkurtër, kujtimet nuk zhduken, ato bëhen pjesë e shpirtit tonë. Faleminderit. I nderuar fortlumturi, kryepiskopi i Tiranës, i Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, i Zot Johani, të nderuar klerik, mësues, prindër, shok dhe miq. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne.
një ndër më të veçantat i gjithë jetës sonë atje. Për shumë vite shpërpjekjeje, mundi dhe sakrifice kemi arritur këtë moment që do ta kujtojmë gjithmonë, diplomimin tonë. Në këtë ditë dua të shpreh mirënjohjen time së pari për prindrit e mi, që me shumë sakrifica kanë qenë themeli pa lëkundur për mua dhe e bën të mundur të gjithë të rrugtim. Gjithashtu falenderoj përzemërsisht mësuesit tanë, sidomos mësuesit kujdestar. Faleminderit për durimin, për kushtimin dhe mbështetjen pa kufi që na keni dhuruar. Ju nuk na keni mësuar vetëm lëndët shkollore, por edhe na keni dhënë vlera të rëndësishme që do të na shoqërojnë në jetë. Këshillat, besimi dhe puna juaj kanë lënë gjurmë të pashlyeshme tek secili prej nesh. Një falënderim i veçantë shkon edhe për shokët dhe shoqet e klasës. Së bashku kemi ndarë momente të bukura, të gëzuara, por edhe sfida, suksese dhe kujtime që do t'i mbajmë me vete për shumë vite. Kemi qeshur së bashku, kemi mësuar nga njëri tjetri dhe kemi krijuar miqësi që shpresoj të zgjasin për jetë. Secili prej jush ka qenë pjesë e rëndësishme e këtij kapitulli të jetës sonë dhe nuk do t'ju harroj kurrë asnjërin prej jush. Sot mbyllet një etapë, por njëkohësisht hapet një tjetër. Shok dhe miq, pak fjalë dua t'ju them. Le të shohim të ardhmen me besim, guxim dhe vendosmëri. Le të vazhdojmë të ndjekim ëndrat tona dhe të mos harrojmë kurrë njerëzit që na ndihmuan të harrojmë këtu në këtë ditë të shënuar. Faleminderit të gjithëve që keni qenë pjesë e këtij rrugtimi që ishte aq sa sfidues, aq edhe i gëzueshëm. Ju uroj suksese të gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës në çdo hap të jetës suaj. Urime. Të jesh mësues kujdestar, do të thotë të jesh pranë nxënësve në rritjen, sfidat dhe arritjet e tyre. Për maturantët e klasës së 12B, Zoti Alqi Varesi ka qenë një udhërfyes dhe mbështetje e rëndësishme gjatë këtij rrugtimi. E ftojmë në skenë për fjalën e tij përshëndetëse. I nderuar vërtetëri, të nderuar kolegë dhe prindër të dashur nxënës. Më lam për në fund edhe më bën me ile. I tham të gjitha gjërat e mira tani çfarë të them unë. Jam shumë i lumtur që kam pasur nderin të kem këta fëmijë si nxënës. Unë nuk kam dhënë mësim të gjithëve që janë klasa 10. Kam besuar te këta dhe ata kanë shpërblyer më së miri. Erdhi kjo ditë që me rezultatet e tyre treguan që gjithë puna jonë, jo vetëm i mia, por gjithë kolegëve, nuk ka vajtur kot. Por për mua pjesa shkencore është e rëndësishme, po jo më e rëndësishme. Më e rëndësishme është që ne arritëm në marrëveshje shumë të mirë, ose në bashkëpunim më saktë shumë të mirë me prindrit, të rrisim një brez fëmijësh shumë të edukuar, me karaktere shumë të mira, dhe kjo për mendimin tim është gjëja më e rëndësishme në jetë. Të rrisim fëmijë të edukuar, fëmijë që të jenë të aftë për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Falenderoj prindrit që na besuan edukimin e fëmijëve dhe shkollimin e tyre, dhe ju uroj suksese të pafundme, e kam besim që suksesi është pa diskutuar, kudo që të veni. Ju falenderoj një herë e gjithë të mira. Ftojmë në skenë maturantët Ema Alia dhe Kristel Katro, të cilat do të ndajnë me ne kujtime
përvoja dhe emocione nga rrugtimi i tyre në këtë shkollë. Të nderuar të pranishëm, sot qëndroj këtu përpara jush me zemrën plot emocion. Ky është fundi një epoke, fundi i një rruge që na ka shoqëruar për 3 vite me radhë. Si dhe fillimi një kapitulli të ri ende të pashkruar për ne. Duket por si dje dita kur kaluam për herë të parë prakun e kësaj shkolle. Vitet e gjimnazit përbën një kapitull të rëndësishëm në jetën e gjithsecilit. E në gjimnazin protagonistët kemi kaluar 3 vite të paharrueshme që do t'i tregojmë me madh dhe nga zëllim, njësoj siç prindrit tanë na kanë treguar ne. Në këtë moment, kur po përgatitemi të largohemi, kuptojmë se së bashku kemi formuar një familje të madhe dhe i kemi falur njëri tjetrit dashuri dhe respekt. Për mua, çdo ditë e kaluar në këtë gjimnaz do të mbetet një kujtim me mbresa të mëdha, një përrall e mbushur me aventura dhe fantazi dhe patjetër me një fund të lumtur. Unë jam një nxënëse e këtij gjimnazi, e cila nuk e ka nisur rrugtimin e saj këtu që në fillim. E ardhur nga një shkollë tjetër shumë të dashur për mua, me emocione, pasiguri dhe shumë dilema në mendje, më kishin bërthyer pyetjet: a do të përshtatem dhe a do të arrit ta tregoj veten? Mirë po me të hedhur hapat e parë në këtë gjimnaz, u përballa me një mirëpritje të ngrohtë, me dashuri dhe respekt që më bëri të ndihem menjëherë pjesë e kësaj familje të madhe dhe ma bëri ta quaj me plot gojën shkollën time. Mësuesit, drejtoria dhe nxënësit më hapën dyert jo vetëm të shkollës, por edhe të zemrës së tyre. Rruga drejt arritjeve të mia nuk është vetëm merit personale, por rezultat i punës së palodhur dhe mbështetjes që kam marrë nga kjo shkollë e këta mësues. Këtu kam mësuar se suksesi ndërtohet me disiplinë dhe me punë, fal një stafi që besonte nxënësit e vet. Sot dua të ndalem me mirënjohje para njerëzve që kanë qenë udhërrëfyesi tanë në këtë rrugtim. Falenderoj Kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë për lumturinë e tij Joanin, për përkushtimin dhe për kujdesjen ndaj nesh. Falenderoj drejtorin, zoti Andi Rembeci dhe gjithë Fondacionin Fryma e Dashurisë për mbështetjen gjithnjë të pranishme në mbarvajtjen tonë. Një falënderim i madh shkon për drejtoreshën tonë, mësuese Lidën, e cila ka qenë gjithmonë pranë nesh me përkushtim dhe përgjegjësi. Faleminderit për kujdesin, durimin dhe për përpjekjet e mëdha për të na plotësuar nevojat, por edhe dëshirat. Faleminderit që na keni prirë me dije dhe me frymë dashurie në këtë rrugtim të përbashkët. Falenderoj nga zemra të gjithë mësuesit e shkollës sonë për punën e tyre të palodhur. Vitet do të kalojnë, ndoshta do të harrojmë formula, data, por nuk do të harrojmë kurrë njerëzit që na ndihmuan të formojmë karakterin tonë. Për këtë arsye, sot ju them me gjithë zemër, faleminderit. Një falënderim të veçantë ja dedikoj profesorit kujdestar prej 3 vitesh, profesor Alqit, njeriu i parë që me mirëpritjen e tij të ngrohtë dhe fjalët dashamirëse më udhëhoqi në këtë rrugtim. Është ai që i bëri orët më të këndshme, më interesante dhe plot buzëqeshje sa herë na thoshte nëse ishim zënë me librat. Ka qenë gjithmonë i drejtë, i gatshëm të më dëgjojë dhe të më mbështesë në çdo sfidë, si dhe një këshillues dhe shembull i mirë për t'u ndjekur. Mbi të gjitha, sot dua të shpreh mirënjohjen më të thellë prindërve të mi. Ju keni qenë mbështetja më e madhe në çdo hap të këtij rrugtimi. Keni besuar tek unë dhe më keni inkurajuar të vazhdoj përpara. Ky diplomim sot nuk është vetëm suksesi im, por edhe juaj. Çdo arritje e imja mban brenda dashurinë, përkushtimin dhe mundin tuaj. Ky është vetëm fillimi i rrugës sime dhe premtoj se do t'i mbaj gjithnjë me vete vlerat që më keni mësuar. Ju falenderoj nga zemra. Dhe një falënderim shkon për shokët e mi, për momentet kur mezi prisnim të binte zilja që sot do donim ta dëgjonim edhe një herë. Për shakat, diskutimet në orët e lira, lojrat gjatë pushimit, për momentet kur mësuam, kaluam stres para provimesh dhe kënaqësi në marrje rezultatesh. Sot po mbyllim një kapitull që nuk do të përsëritet më. Nesër, secili prej nesh do të ndjek rrugën e tij, por pavarësisht se ku do të jemi pas shumë vitesh, do të na bashkojë gjithmonë një gjë, fakti që dikur ishim këtu, bashk. Një ditë do të kthehemi dhe ndoshta në këto korridore do të shohim klasat tona dhe do të kuptojmë se sa shpejt kaloi koha. Dhe ndoshta kjo është një ndër dhuratat më të çmuara që do të marrim me vete nga shkolla. Miqësitë e vërteta, emocionet e përjetuara së bashku. Sot nuk po i themi lamtumir vetëm një godine, po i themi lamtumir një pjesë të fëmijërisë sonë. Qoftë ky jo fundi i historisë, por fillimi i ëndrave tona më të mëdha, urime dhe suksese të mëtejshme. Faleminderit. Shkolla Protagonistët është shumë më tepër se sa një vend ku bëhen mësime. Është një pjesë e imja, një histori që ka nisur që në hapat e para të jetës sime, nga kopshti e deri sot.
Për 14 vite me radhë, kjo shkollë ka qenë dëshmitare e rritjes time, e ndryshimeve të mia, e çdo ëndre dhe çdo pasigurie që kam patur. Në fillim isha thjesht një fëmijë dhe çdo ditë që kalonte brenda këtyre mureve, më fëmonte pak e nga pak. Korridore që dikur më dukeshin të mëdha e të panjohura, sot më duken vende të mbushura me kujtime. Çdo cep i kësaj shkolle ka një histori time, një buzëqeshje me shoqet, një moment nervozizmi para një provimi, një gëzim pas një note të mirë. Mësuesit nuk kanë qenë thjesht njerëz që më kanë dhënë dije, por figura që më kanë udhëzuar e mbështetur në çdo hap. Ata kanë parë më shumë tek unë se sa shija unë vetë, më kanë shtyrë të bëjmë versionin më i mirë i vetes. Ndërsa shoqëria që kam krijuar këtu është një nga dhuratat më të bukura që më ka dhënë kjo shkollë, miqësi të vërtet që ka lindur mes librave, bisedave apo ditëve të kampit. Kjo shkollë më ka mësuar të rritem, të përballem me sfida, të mos dorëzohem dhe kur gjëra bëhen të vështira. Më ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të mësuar diçka të re, jo vetëm nga librat, por edhe nga fryma e dashurisë dhe shpresës që gjej përreth meje. Edhe sot që po largohem prej saj, e ndjej sikur po lë pas një pjesë e zemrës time. Sepse këtu nuk kam lënë vetëm hapa në korridore, por kujtime që më kanë formuar dhe më kanë bërë në këtë që jam sot, gati për të nisur rrugëtimin tim universitar. Ndoshta do të vi një ditë që kur të kaloj pranë kësaj shkolle, gjithçka do më duket më e vogël, më e qetë, dhe brenda meje do të zgjat i njëjti emocion, sepse disa vende nuk i lë kur vërtet pas, i merr me vete në çdo hap të jetës. Kjo shkollë do të jetë gjithmonë një pjesë e pandashme e shpirtit tim. Dhe sot, në këtë ditë, dua të shpreh disa falënderime për të gjitha këto kujtime të paharrueshme. Falenderoj kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, fortlumëtorinë e tij Im Zot Joanin, i cili përkujdeset për ne në mënyrë të veçantë. Falenderoj të gjithë mësuesit pa përjashtim, me në krye drejtuese mësuese Ilda Gjino, e cila është shpirti i kësaj shkolle. Një falenderim shkon dhe për Fondacionin Fryma e Dashurisë, për mbështetjen, për kushtimin dhe ndihmën e vazhdueshme që ofron për ne. Faleminderit. Shkolla ka rregullat, disiplinën dhe seriozitetin e saj, por sot është edhe një çast për t'i parë vitet e gjimnazit me buzëqeshje. Ftojmë në skenë maturantin Luis Karkini, i cili përmes si monologu satirik do të na sjellë lëndët dhe jetën shkollore. Të dashur mësues, prindër dhe maturant, më në fund erdhi dita që kemi pritur për 3 vite. Dita ku mund të themi me krenari se a dolë. Jo vetëm të përfundojmë gjimnazin, por edhe të mbijetojmë pa humbur plotësisht mes testeve, projekteve, mungesës së gjumit dhe pyetjes legjendare. Kush do dalin mësim sot? Në fillim të këtij rrugtimi, mendonin se diplomimi ishte aq larg sa mezi duke në horizont. Sot, për habin ton, ai na gjeti më shpejt se sa gjetë profesori kur përpiqeshim të fshihemi në bankën e fundit. 3 vite më parë hym në këtë shkollë me çanta plot, ndërsa sot po largohemi me kujtime plot, disa njohuri të vlefshme dhe një talent të jashtëzakonshëm për të kuptuar se ku po afrohet mësuesi. Dhe tani që aventura po mbyllet, le të jemi të sinqertë. Secili nga lëndët që kaluam la një gjurmë të pashlyeshme në jetën tonë. Dhe në disa raste edhe një traumë të vogël. Le t'i kujtojmë me radhë. Matematika dhe fizika. Në matematikë na thanë se çdo problem ka një zgjidhje. Por, pasi kaluam 3 vite duke kërkuar vlerën e x-it, e kuptohen që disa gjëra janë më mirë t'i lesh të humbura. Na mësuan integrale dhe derivatet, por ende nuk dim si të llogarisim tatimin mbi pagën, apo si mos të mbarojmë paratë që në javën e parë të muajit. Ndërsa në fizik, fal saj, zbuluam ligjin e 2 të Newtonit. Forca vullnetit ton për të mësuar, e shëmzuar me nxitimi për të kapur orën e parë, rezultoi gjithmonë e barabartë me 0. Në momentin që zilja binte në orën 8, zbuluam gjithashtu se koha është relative. 5 minuta para ziljes së fundit, zgjash sa një shekull. Ndërsa 5 minuta gjumë në mëngjes fluturojnë si dritë. Gjuhë shqipe, letërsi dhe filozofia. Në gjuhë shqipe, mësuese, ju premtojmë se e dim ku vendoset presja. Thjesht vendosëm t'i përdorim ato me kursim në për mesazhe. Po sa vlerë ka struktura e fjalisë, kur në letërsi na u desh të analizonim pse sytë e personazhit ishin të trishtuar. Ne analizonim vojtit e Prometeut apo dilemat e Hamletit. Ndërkohë që dilema jonë e vetme ekzistenciale ishte, a do na ngrenim mësim sot? Dhe këtu hyn filozofia. Ajo na mësoi që dyshojmë çdo gjë. Kur mësuesja na pyeste, a ekzistojmë vërtet ne? Ne shikonim bankën dhe mendonim, nëse unë nuk ekzistoj, atëherë as kjo notë jo kaluese që sapo mora nuk ekziston. Kimia, biologjia dhe informatika. Në kimi mësuam për reaksionet egzotermike dhe lidhjet kovalente.
Por aksioni më i fuqishëm kimik në këtë gjimnaz ndodhte kur Zysha hapte regjisin dhe lapsi fillonte të lëvizte mbi emrat tanë. Aty rritje presioni, shtoi ankthi dhe krijoi një gjendje e pastër agregate frike. Në biologji studiuam qelizën, ADN-n dhe sistemin nervor. Faleminderit që na treguat si funksionon truri, ndonse gjatë testeve tona e thjesht shynte në gjendje gjumi letargjik. Për fat të mirë, për çdo bllokim truri kishim tikun. Mësuam kode, algoritme dhe Excelin fan keq. Por aftësia jonë më e madhe digjitale mbetet shpejtësia e dritës për të mbyllur lorat në kompjuter kur Zysha ecte përmbas nesh. Historia dhe gjeografia. Historia na tregoi për luftra, traktate dhe perandor që kanë vdekur para mijëra vitesh. Ne memorizoam qindra data historike, ndërkohë që harronin çfarë kishin për detyrë shtëpie. Në gjeografi u thonë për kontinente, male, oqeane, po pa lëviz nga klasa. Mësuam koordinatat e sakta të çdo vendi në botë. Por koordinatat më të rëndësishme që zbuluam ishim ato të qoshës së fundit klasës. Anglisha dhe edukimi fizik. Në anglisht, we finally learned how to speak fluently. Ndonse pjesa më e madhe e fjalorit ton u pasuron nga filmet dhe nga rrjetet sociale. Ne sërish u bëm ekspert të kohëve të folje. Tani mund të themi me krenarinë anglisht perfekte, I have graduated and I still have no idea what I'm doing with my life. Dhe në fund, fiskultura. Lënda që na shpëtoi shpirtin. Aty ku kupton se nuk ka rëndësi nëse je gati për jetën. Rëndësi ka të vraposh 2 xhiro dhe të gjosh një top basketbolli. Ishe vetmja orë ku stresi fshihej dhe ku e vetmja gjë që thye ishte ndonjë xham. Pa dashë, jo se. Të dashur mësues, ju falenderojmë që na duruat, edhe kur nuk e meritonim, që na mbështetët dhe që besuat, edhe kur ne vetë nuk e bënim këtë. Sot po diplomohemi. Ndoshta nuk do të mbaj mend çdo formulë, çdo datë historike apo çdo rregull gramatikor, por do të mbaj mend me vete energjinë e këtyre korridorëve, miqësitë që lidhem dhe faktin që pavarësisht të gjithave ja dolëm. Gëzuar diplomimin matura 2026-sh. Patshim fat në çdo hap tjetës. Faleminderit. Rrugtimi ynë nisi dhe u formsua në bekimin dhe përkujdesin e kryepiskopit të Ndier Anastas, i cili për dekada i dha jetë dhe frymë vepërsashtimore të kishës sën. Sot, këtë rrugtim e përmbyllim në kujdesin atëror të fortlumturisë së tij kryepiskopit Joan, i cili me dashuri, urtësi dhe përkushtim vijon këtë mision të çmuar arsimor dhe shpirtëror. Për ne, kjo ditë është një mirënjohje dhe vazhdimësie. Nga trashëgimia që kemi marrë, drejt së ardhmës jemi të thirrur ta ndërtojmë me besim, përgjegjësi dhe dashuri. Me nderim dhe mirënjohje të thellë, ftojmë fortlumturinë e tij Zot Joanin të na drejtohet me fjalën e tij përshëndetëse dhe të përcjell bekimin e tij atëror për maturantët, familjet e tyre dhe stafin pedagogjik. Me gëzim të veçantë, gjendem sot midis jush në këtë mjedis të dashur shkollor, ku takojnë ëndrat e të rive, përkushtimi mësuesve dhe shpresa e prindërve. Ju përshëndes me dashuri atërore, drejtuesit e shkollës, mësuesit, nxënësit, prindrit dhe gjithë bashkëpunëtorët që mbështeten këtë vepër edukative. Vetë emri i shkollës protagonistët është një ftesë dhe një përgjegjësi. Ai na kujton se çdo nxënës nuk është spektator i jetës, por thirrët të marrë pjesë me guxim, me mendim, me punë dhe me zemër. Të jesh protagonist nuk do të thotë kërkosh lavdi të jashtme, as të dalësh mbi të tjerët, por të zbulosh dhuntitë që Perëndia të ka dhënë e të vesh ato në shërbim të së mirës. Në këtë kuptim shkolla bëhet një familje më e gjerë, ku mësohet gjuha e përgjegjësisë, e bashkëpunimit dhe e mirësjelljes. Prandaj këto takime nuk janë vetëm ceremoniale, është një rast për të menduar së bashku për arsimin, formimin shpirtëror dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Çdo njeri mbart një udhëti të veçantë. Nuk është e nevojshme që gjithë të jenë njësoj, të ecin me të njëjtin ritëm apo të shfaqin të njëjta talente. Bukuria e një shkolle qëndron pikërisht në këtë shumëllojshmëri. Njëri ka prirje për shkencat, tjetri për artin, një tjetër për gjuhën, për sportin, për komunikimin, për organizimin, për kujdesin ndaj tjerëve.
Detyra e arsimit është të ndihmojë fëmijët të zbulojnë këtë dhunti, të kultivojnë me punë e të përdorin me përgjegjësi. Asnjë nxënës nuk duhet mendoj se është i pavlerë vetëm se ka vështirësi në një fushë. E do thonja të jepja një këshill nga dituria e shkrimit të shenjtë. Është shëmbulltyra e talentave. Ku një njeri i dha një shërbëtori 5 talanta, një tjetrit 2 dhe një tjetrit 1. Talanta është një fjalë siriake e cila ka kuptimin një peshe. Ishte një peshe ari, për shembull 25 kg, një talant. Dhe ai që kishte 5 i punoi ato dhe bëri 5 të tjera. Ai që kishte 2 i punoi dhe bëri 2 të tjera. Ai që kishte 1 e groposi atë, sepse s'donte ta punonte. Dhe kur u kthye Zoti, i thot parit të lumt shërbëtor besnik, hyrë në gëzimin e të Zot. Të njëjtë gjë i thon edhe të dytit. Të tretit ja merr dhe talent dhe i jepja atij që ka më shumë. Çfarë na thot kjo gjë ne? Do thotë që gjithë secili nga ne, edhe ju dashur nxënës, nuk e keni garen me tjerët, po të gjithë ne kemi garen me vete. Nëse do e shohim te prizëm, padyshim që ne do shmangemi nga shumë zilira, lavdira boshe, krenarira, zëmrime, kështu të tjerëve. Asnjëherë se kemi garen me tjerët, po e kemi me veten tonë. Dhe unë besoj që në këtë shkollë ju e keni mësuar dhe këtë vlerë. Vështirësia nuk është fundi i rrugës. Shpesh është porta e pjekurisë. Kur lodhemi, kujtoni se rritja kërkon durim, si fara që nuk mund të bëhet me një herë pemë. Arsimi është një dhuratë nga më të çmuarat, që shoqëria mund t'i japë njeriu. Ai nuk është thjesht grumbullim njorish, mësim datash, formulash apo rregullash. Ai është një hapje mendjes, ushtrimi i gjykimit, aftësi për të pyetur, për dalluar dhe për kuptuar botën. Njohuria është fuqi e madhe, po çdo fuqi ka nevojë për drejtim. Një nxënës mund të fitojë shumë njohuri, të ketë aftësi të mëdha dhe të arrijë suksese të dukshme, por nëse mungon orientimi i brendshëm, këto dhunti mund të mbeten të ftohta, madje të dëmshme. Këtu hyn rëndësia e formimit shpirtëror. Ai nuk e pengon mendjen, përkundrazi e pastron dhe udhëheq. Formimi shpirtëror është edukimi i zemrës. Ai nuk është diçka e huaj për shkollën, asnjë shtresë e rastësishme pranë mësimeve të përditshme. Ai është thëllimi i asaj që arsimi kërkon të ndërtojë një njeri të plot. Arsimi ndriçon mendjen, e formimi shpirtëror ndriçon zemrën. Arsimi mëson si të lexojmë librat, formimi shpirtëror na mëson si të lexojmë veten, njëri tjetrin dhe jetën me përulësi. Ai kultivon të vërtetën, dashurinë, respektin, ndjeshmërinë, faljen, durimin dhe përgjegjësinë. Pa këto virtyte, njohuria mund të mbetet e thatë, ndërsa suksesi mund të bëhet i zbrazët. Dhe guxova kur dëgjova nga gjithë mësuesit dhe nga gjithë nxënësit që pikërisht thonin që nuk jemi të plotësuar vetëm thjesht nga njohuritë e mësimit, por nga forcimi i karakterit. Mësuesi nuk është vetëm transmetues i lëndës. Ai është shoqërues, udhërfyes, dëshmitar dhe shpeshherë një kujtim i paharrueshëm në jetën e nxënësit. Nxënësit mund të harrojnë disa hollësi të mësimeve, por rrallë harrojnë një fjalë inkurajuese, një vështrim respekti, një dorë të shtrirë në çast vështirësie. Prandaj mësuesi edukon jo vetëm me ato që thot, por sidomos me atë që është. Në një kohë kur sot përballemi me shumë zhurma të ndryshme, me shumë ndikime dhe me shumë pasiguri, prania e një mësuesi të urtë është një bekim. Puna e tij shpesh nuk duket më njëherë, po frutat e shfaqen pas vitesh në karakterin dhe zgjedhjet e nxënësve. Të dashur nxënës, ju jeni në një periudhë të bukur dhe vendimtare të jetës. Çdo ditë në shkollë ka qenë një mundësi për të mësuar diçka të re, por edhe për të bërë pak më të mirë. Mos keni frikë nga përpjekjet. Ajo që arrihet lehtë shpesh harrohet shpejt. Ajo që fitohet me mund mbetet më thellë. Bëhuni protagonistë të së mirës, të paqes, të përpjekjes dhe dashurisë. Duke përfunduar, dëshiroj të shpreh urimin tim të përzemërt për gjithë komunitetin e shkollës protagonistët. Uroj që kjo shkollë të vazhdojë të jetë vend dije, gëzimi, disiplinë dhe frymëzimi. Vend ku nxënësit nuk mësojnë vetëm për të kaluar provime, por të kuptuar më mirë jetën e për ndërtuar karakter të fortë. Uroj mësuesit të kenë durim, ndriçim dhe gëzim në misionin e tyre të përditshëm. Uroj prindërit që kanë bashkëpunuar gjithmonë me shkollën, me besim dhe përgjegjësi, sepse edukimi i fëmijëve kërkon përpjekje të përbashkët.
Ashtu si thot një proverb i dëgjuar afrikan, të edukosh një fëmijë duhet gjithë fshati, që do thotë duhet gjithë shoqëria. Le të mos harrojmë se një shkollë e mirë nuk ndërton vetëm të ardhurën e nxënësve, por edhe të ardhmen e vendit. Ju uroj të gjithëve që Zoti t'ju bekojë, t'ju drejtojë e të shënderojë. Faleminderit. I falenderoj për dhuratën dhe si them gjithmonë, që vlera e vërtetë e dhuratës nuk është e dhurata, është tek dhuruesi. Kështu që shumë faleminderit. Dhe tani, vjen momenti shumë pritur i kësaj ceremonie. Çasti kur simbolikisht mbyllet një etapë e rëndësishme e jetës sonë dhe hapet një rrugë e re. Pas ndarjes së certifikatave, ftoj mësuesit të qëndrojnë në skemë për fotografinë e përbashkët përkujtimore të maturës 2026. Hajde këtej, shtyjmë. Edhe këtë mikrofonin nuk e dua se i pjesë për ta. Desi për ti? Jo, Desara nuk shtyjmë. Bravo Desara, bravo Desara. Mos. Pas fjalëve, kujtimeve dhe emocioneve të kësaj mbrëmje, vjen momenti simbolik që të gjithë e kemi pritur. Hedhja e kapeleve shënon përmbylljen e një etape të rëndësishme dhe fillimin e një rruge të re për secilin prej nesh. Me zemër plot gëzim, le të festojmë së bashku këtë sukses. Maturant, ngrem kapelet lart dhe 10, 9, 8, 7, 6